Përshëndetje të gjithë miqtë dhe shikuesit të Shkollës së Jetës. Jemi përsëri së bashku në një episod tjetër këtu në podcast, dhe një episod shumë special për mua, sepse po bëj një intervistë në fakt mbi materialen për shpirtëroren me babain tim Mustafa Lami, dhe patjetër besoj që do jetë një bisedë shumë e vlefshme edhe për ne të dy, por edhe për gjithë dëgjuesit sot. Babi, si je? Faleminderit që je gjetë kohën të vish në podcastin e Shkollës së Jetës për të ndarë diçka që unë e di në bisedat tona personale, ne flasim shpesh për diçka që ti ke zbuluar, që në fakt shkenca gjithmonë evolon edhe gjërat e reja gjithmonë evolojnë, dhe duam ta ndajmë edhe me njerëzit që shikojnë Shkollën e Jetës dhe podcastin. Faleminderit, është vërtet, unë kam rreth 2 vjet që po përjetoj një diçka shumë të veçantë. Jam në kontakt pothuajse të përditshëm me një libër të shenjtë, libër rinor, që ka zbrit në planetin ton në vitin 2018. Unë fillimisht kam rënë në kontakt me këtë libër të shenjtë para 2 vjetësh. Unë programin tim në televizion e kam në emisionin YouTube, edhe rastësisht shoh që ishte një program në televizion të Prishtinës, edhe dikush shprehte atë që ka pas një kontakt ynor në 19/5/2018. Sigurisht unë dëgjova me shumë vëmendje, me shumë kujdes, natyrisht edhe me një farë mosbesimi fillimisht. Ai deklaroi, rreth 1 orë e gjysmë emision, që ka pas kontakt me 2 engjëj, dhe jo vetëm një herë, por edhe në vitin 2018 edhe në vitin 2019 2 herë ka 4 minuta. Edhe gjatë këtij kontakti ynor i ka ardhur nga 2 engjëj, engjëjt me emra, i cilësoj edhe me emra Aro dhe CCX, edhe nga ky kontakt ynor i ka ardhur një material, për të botuar një libër, edhe në atë kohë ai deklaroi që unë e kam përgatitur librin, edhe e kam dorëzuar për botim. Edhe unë sapo doli libri, u interesova, edhe ky libër është botuar në Prishtinë me rreth 1000 kopje në vitin 2020. Menjëherë unë atje u lidha me miq që kam në Prishtinë, edhe porosita, edhe ata ma dërguan me postë rekomande, megjithëse më thanë ta nisim me postë DHL, thash siguria pothuajse është e njëjtë, ma nisi me postë për arsye kosto, kuptohet. E morët librin, që quhet titullohet Rilindja, dhe në fund mund t'i japim njerëzve dhe autorin edhe titullin, që nëse duan ta gjejnë, mbase janë të interesuar dhe duan ta gjejnë, po ky ishte, le të themi, kontakti parë me librin. Tani pjesa tjetër që unë dua të ndaloj tek pjesa që edhe ne bëjmë shumë biseda së bashku, njerëzit sot po e kuptojnë që ne jemi qenie shpirtërore me një trup fizik, kështu që shpirti jonë është shumë i rëndësishëm, dhe njerëzit e kuptojnë sot që ka dhe dimensione më të larta, dhe ka dhe njerëz siç ti po e përshkroje, që janë me aftësi mbi natyrore, le të themi, që vinë në këtë botë për misionet e tyre, se çdo njeri ka një mision më të madh se përse vjen në jetë. Kështu që në këtë sensibilizim dhe vetëdijshmëri që njerëzit po e kuptojnë, që ka gjithmonë interes për pjesën e shpirtit, njerëzit flasin për zgjime shpirtërore, njerëzit flasin për përmbushje materiale dhe prap nuk janë të lumtur, ka diçka gjithmonë më shumë që i tërheq, apo që i thërret, apo që i zgjon. Kështu që kjo pyetje që unë kam është për pjesën e shpirtit. Si trajtohet shpirti në këtë libër, dhe çfarë ndodh me shpirtin ton, le të themi, pas vdekjes fizike që trupi ka, çfarë ndodh për te, ose si e shpjegon libri këto fenomen të shpirtit? Po, pjesa më interesante është në këtë libër është, domethënë, ajo që ndodh me shpirtin ton pas ndrimit të jetës. Edhe kjo është mënyra më e mirë për ta përcaktuar. Domethënë, zakonisht është përdorur që njeriu vdes, edhe nuk ekziston asgjë pas kësaj,
por në këtë libër të shenjtë vjen njoftimi hynor, do të thonë që në mënyrë absolute ekziston edhe jeta pas vdekjes, edhe ekzistojnë botët hynore, përveç botëve fizike siç janë planetet, siç është dhe planeti ynë, ekzistojnë dhe planetet hynore, botët hynore, dhe në krye të botëve hynore është Zoti edhe pastaj vijnë engjëjt. Të vim aty rreth pyetjes tuaj, që është shumë e drejtë dhe natyrisht është interesuar çdo njeri që ta di. Menjëherë pas vdekjes fizike, shpirti transferohet në botën hynore. Por kjo ndodh kur njeriu ndron jetë pas moshës 50 vjeç. Në këtë moshë ndodh diçka, një fenomen tjetër, që shpirti rilin diku në një planet tjetër, që ky planet ose në të njëjtin planet që jemi, planetin Tokë, ose në një planet tjetër brenda universit ose jashtë edhe universit, pasi në këtë libër vjen njoftimi që ekziston përveç universit ton, ekzistojnë edhe shumë universi tjera që përbëjnë atë që quhet multivers ose gjithësia. Mbas moshës 50 vjeç, shpirti menjëherë teleportohet ose transferohet në botën hynore. Natyrisht në atë që meritojmë, në botën pozitive që është parasa, ose në botën negative, hynore negative që është ferri, ose xhenemi si quhet në gjuhën, domethënë në gjuhën e përditshme. Kjo ndodh. Atëre, hym pak më thellë tek tani se njerëzit gjithmonë ka kuriozitet, edhe unë kur e kam dëgjuar përpara nga ty, gjithmonë kurioziteti është okay, se nëse do të shkosh në parajs, që besoj është gjithë dëshira e njerëzve në tokë, atëre çfarë janë disa nga gjërat që duhet kemi parasysh në mënyrën si jetojmë jetën këtu në tokë, në mënyrë që ta kemi këtë shansin që, siç e shpjegon libri, për të shkuar në parajs. Çfarë mund të ndaj me dëgjuesit? Po, para kësaj pyetje që bani, duhet të shpjegojmë diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Do të thonë që njeriu vjen në këtë botë për të testuar, për të provuar. Do të thonë që në fund të jetës, do të thonë të merret vendimi i dur për të shkuar në botën pozitive, që natyrisht ashtu si e thatë ju, është dëshira e çdo kujt, natyrisht është dëshira sigurisht edhe e Zotit. Por në këtë botë, siç jemi ndjeni dhe siç e dim çdo ditë, do të thonë ka njerëz edhe pozitiv edhe negativ. Natyrisht ata që janë pozitiv në gjitha vlerat, ata shpërblehen me shpërblimin më të madh në univers, siç është parajsa, ndërsa ata që janë negativ, sigurisht kjo botë ka edhe kriminal, ka edhe njerëz negativ. Do të thonë që ata dërgohen në botën hynore negative për të vujtur dënimin që kanë merituar në këtë jetë. Dhe për të ndodhur kjo, njeriu testohet për 32 vjet, nga mosha 18 vjet deri në moshën 50 vjet. Do të thonë për 32 vjet në mënyrë të përditshme. Në orën 24 të çdo dite bëhet një shënim hynor. Kjo ditë që e pozitive, do të thonë që nuk shqetësove dikë që e pozitiv me familjen, me punën, me shoqërinë, apo që një ditë negative. Edhe pastaj në ditëlinjën e 50, do të thonë në ditën që është ditëlinja e 50, merret vendimi i madh, vendimi përfundimtar, do të thonë se në cilën botë do të shkohet. Në botën pozitive, që në bazë të këtij libri, në botën pozitive sot shkojnë 80% e njerëzve, ndërsa botën negative 20%. Edhe nga gjithë ato që ndrojnë jetë, 2% shpallën, do të fitojnë statusin e engjëllit, që vetëm ata janë të përjetshëm. Do të thonë fitojnë përjetësinë. Ky është shumë interesant, është lajm mirë që do thotë që parimet që edhe shumë fe që praktikojnë ose predikojnë tek njerëzit janë të parimet pozitive.
që ti jesh njeri i mirë me veten dhe të tjerët, që futet gjithë në një kallup në fund të ditës, por është gjë e mirë që 80% e njerëzve që nga njerëz të mirë, edhe shkoka në parajsë, vetëm 20%. Po, kjo është lajm shumë i mirë. Se gjithmonë në botën tonë dëgjojmë shumë herë për gjën e keqe më përpara ose për gjëra të këqija që ndodhin, por ka shumë gjëra të mira dhe njerëz të mirë që mbase nuk e marrin gjithmonë atë vëmendjen që duhet, por sipas kësaj bisede që ne po bëjmë, duket që njerëzit në shumicën e tyre janë njerëz të mirë, duan të bëjnë mirë, duan të ndihmojnë dhe duan që të jetojnë ato parime, siç tham, pozitive për të hapur atë derën e parajsës sipas këtij libri. Diçka tjetër që unë mendoj ka shumë interes për audiencën, sepse jemi gjithmonë duke kërkuar dhe shkenca evolon, është për mënyrën se si libri e shpjegon ciklet e universit dhe sistemet diellore. Çfarë mund të ndajmë pak rreth kësaj? Në këtë libër të shenjtë, në përgjigje të asaj që ju pyesni, në këtë libër të shenjtë vjen edhe e njohuri për universin, për galaktikat, për sistemin diellor, edhe do me thonë nga kohët e fundit, edhe kjo është shumë e vërtet, vjen edhe në këtë libër, që ekziston Big Bangu, shpërthimi i madh. Edhe ky cikël është i 112 miliard vite dritë, jo vite dritë, po vite. Do me thonë, në çdo 112 miliard vjet ndodh Big Bangu për universin. Ndërsa për sistemin ton diellor, cikli është 14 miliard vjet. Do me thonë, ky është cikli i dytë, ka ndodhur një cikël para kësaj, se shpërthimi i fundit i Big Bangut ka ndodhur para 20 miliard vjetësh, edhe ky cikli ekzistues i diellit është do me thonë që e ka kozjatën 14 miliard vjet, 13 miliard vjet plus 1 miliard që do me thonë merr kohën për të filluar cikli tjetër, edhe këto përsëritën 6 herë, do me thonë dielli do të kalojë 6 cikle. Përfundimi i ciklit është që dielli nuk funksionon më, nuk funksionon edhe shkatrohet gjithçka. Kjo gjithçka që është në këtë botë, në këtë mbarimin e ciklit shkatrohet gjithçka për të rifilluar prap cikli i ri, e kështu përsëritet brenda ciklit universit që është, siç e tham, 112 miliard vjet, përsëritet 6 herë. Ndërsa ciklet e galaktikave janë një galaktik që kthehet pozicionin që është të shtit duhet 8 miliard vjet, edhe kjo përsëritet 12 herë. Këto janë përgjithësi me fjalë shkurtra, sa aty shpjegohen me shumë hollësi, edhe çfarënot, po këto janë me fjalë shkurtra, do të thonë ciklet e universit dhe të sistemit diellor. Mua kjo më bën sens, sepse tani në tokë ose në botën që po jetojmë po ndodhin shumë shëmbje të sistemeve të vjetra, po rindërtohen sisteme të reja, shumë njerëz po kalojnë pjesën emocionale, kështu që mbase është cikli që shpjegohet në libër në këtë moment ku na duhet një rikalibrim dhe një rilindje përsëri në një dimension tjetër më të lartë, sepse universi gjithmonë funksionon me dimensione dhe shkon në atë nivelin e lartë ku duhet të jemi. Dhe mbase ky është momenti në bazë të kësaj bisede. Por lidhshmëria me tokën e Marsin. Duhet të sqarojmë një moment se mund të krijohet diçka panik ose në kaos, do me thonë. Me këtë që tham, po pa u sqaruar kjo. Nga përfundimi i këtij cikli ekzistues i diellit do të ndodh mas 6 miliard vjetësh. Pra kemi kohë shumë të mjaftueshme, jo vetëm brezi jon, po shumë breza tjerë, që të ndodh ajo shkatrimi, që ajo është cikël fizik, ajo është i paevitueshëm. Por don edhe 6 miliard vjet të tjera. Ka kalu 7, duhen edhe 6 tjera. Pra, kemi kohë shumë të mjaftueshme. Okej, atëre, po pjesën lidhja me tokës me Marsin, dhe pse pikërisht me Marsin? Cila është sipas librit? Lidhshmëria e tokës me Marsin është një diçka shumë interesante që vjen për herë të parë në planetin tonë.
ky informacion nuk ka ekzistuar. Para 200.000 vitesh kishte jetë në 2 planete, në sistemin tonë diellor. Nga 8 planete që janë gjithsej, 2 planete kishin jetë njerëzore. Do të thonë toka, që vazhdon jeta edhe sot në tokë, edhe do të vazhdojë edhe 6 miliard vjet tjera, edhe Marsi, që para 200.000 vjetësh fatkeqësisht është ndërprej jeta. Edhe kjo është, do të thonë, marsianët para 200.000 vjetësh jeta në Mars ka ekzistuar, por ajo është ndërprej. Edhe arsye që vjen në këtë libër është pikërisht për të dhënë një mesazh, do të thonë që duhet që të realizojmë ato çfarë thuhen, do të thonë detyrat që na vijnë nga Zoti edhe nga fuqitë hyjnore, që zbatohen në mënyrë që edhe toka mos ketë fatin e Marsit. Do të thonë që jeta të ketë një vazhdimsi, mos ketë ndërprerje. Super, dhe kjo më shkon tek pyetja tjetër, se besoj jemi në fund të intervistës dhe një bisedë shumë interesante dhe ka pafund këto tema, kanë pafund informacione që mund të merren, por patjetër ti e shpjegon shumë mirë që libri ka detajet, ne vetëm po kapim disa pika në le të themi në sipërfaqe, por duke edhe qartësuar disa gjëra që njerëzit mund të jenë duke i menduar. Për rendin e ri botëror flitet në libër. Cili është ky rend edhe çfarë janë disa gjëra që do ndodhin në këtë rend të ri botëror ose çfarë është? Më thuaj pak më shumë. Arsyeja që vjen ky libër edhe ky mision ose ky mesazh nga Zoti dhe nga fuqitë hyjnore është pikërisht se ata parashikojnë 2 momente të rrezikshme që i kanosen në planetin tonë. Një moment i rrezikshëm është pas 200.000 vjetësh. Pas 200 vjetësh. Mendohet që të shpërthej një luftë e tretë botërore. Se po të shofish për shembull këto digjiturat në YouTube edhe lufta e tretë botërore thuhet që gati çdo ditë po fillon. Por kjo nuk është luftë botërore, kjo është luftë, domethënë, lokal, luftra lokale, siç është lufta në Ukrainë, lufta në Izrael e tjerë. Por pas 200 vjetësh, fuqitë hyjnore parashikojnë një luftë të madhe botërore që mund të çojë në humbjen e gjysmës popullsisë së planetit. Edhe mas 1.000 vjetësh, domethënë, nëse këto detyra që vijnë nga Zoti dhe fuqitë hyjnore nuk implementohen, atëherë mund të ndodhë shurja e jetës. Prandaj këto janë rreziqe që parashikojnë Zoti dhe fuqitë hyjnore, edhe ata kërkojnë që të evitohet, domethënë kjo që parashikohet, duhet që bota të kalojë në një sistem të ri botëror. Me një me një qeverisje botërore për gjithë planetin. Edhe kjo detyrë jepet brenda 1.000 vjetëve të ardhme, domethënë. Kjo sa më shpejt që të implementohet, kuptohet që është mirën e jetës në planetin tonë, por jo më tepër se 1.000 vjet. Kjo duhet parashikohet, domethënë, kuptohet që nuk është e lehtë, edhe për arsye se sot shtetet kanë diferenca shumë baja, disnivele shumë baja, edhe mendohet që rreth mas 100 vjetëve do të jetë një nivelim i potencialit ekonomik të shteteve. Se për shembull sot ka shtete që janë me GDP nën $1.000 dhe ka shtete tjera që janë me GDP mbi $100.000. Mirë po, ky nivelim kuptohet jo 100% i plot, por i pranueshëm mendohet që të jetë pas 100 vjetësh. Okej, super. Kuptoj, dhe në fakt ka disa përputhje me përsëri paktën çfarë unë shoh dhe çfarë po kalohet me informacionet që marrim edhe me lajmet që dëgjojmë për pjesën e politikës dhe të shumë sistemeve të shoqërisë
që janë ndërtuar, por mund edhe të shëmben që të rikalibrohen përsëri. Pyetja ime e fundit, Babi, është për besimin e ri Aron, që ky libër le të themi ndan përmes informacioneve aty, çfarë është besimi i ri Aron? Dhe çfarë mund të bëj dikush që mbase e gjen veten te ky libër ose te këto informacione që po ndajmë, për ta praktikuar këtë gjë çdo ditë, me ato zakonet e vogla që mund t'i interesoj për t'i bërë. Zoti dhe fuqitë hyjnore këtë mision ose këtë mesazh kryesisht e kishin për të ristrukturuar fetë ekzistuese, sidomos besimin islam dhe besimin katolik. Mirë, po kjo gjë me sa duket nuk mund të ndodhë, për arsye se ato kanë avancuar shumë në shumë sekte fetare, në shumë drek të ndryshme, edhe prandaj ato kanë sjellë besimin e ri Aron. Besimi e ri Aron është një besim shumë i thjeshtë, shumë praktik dhe shumë, domethënë shumë pozitiv në kuptimin e lidhjes së njerëzve me Zotin dhe fuqitë hyjnore. Edhe ky besim parashikon, domethënë që në rreth 100 vitet e ardhshme, 200 vitet e ardhshme, të inkorporoj në një besim të përbashkët besimin islam dhe besimin kristian. Edhe që quhet besimi Aron. Çfarë janë disa nga praktikat që ka ky besim sipas librit, me që më përmendë që është praktik, se mendoj që pjesa praktike është problemi i gjithë njerëzve sot, nga që koha është e limituar dhe të gjithë janë të shpërqendruar me diçka tjetër. Ky besim parashikon ka ngjashmëri shumë me besimin islam. Domethënë predikimit dhe faljet për drejt Zotit dhe fuqive hyjnore, domethënë të aplikohet 2 herë në ditë, jo 5 herë siç është në besimin islam. 2 herë në ditë, në fillim në mes, domethënë sa zbat dita por pa dalë dielli, edhe në darkë sa po perëndon dielli po pa u erësu. Në këto 2 momente, domethënë në lutje shumë të shkurtër, edhe e cilëson aty sa më të shkurtër, se për shembull po të nisesh ke besimi islam, domethënë predikohet një lutje shumë e gjatë. Ka, domethënë, arrin deri në 32 rekate, siç i quajnë ata. Domethënë, po nëse e marrim një rekat e marrim 1 minutë, po e marrim kështu si mesatare, pra duhet falesh rreth 30 minuta gjysmore. 5 herë në ditë i bie 2 orë gjysmë. Ndërsa me këtë besim me 3-4 minuta, 5 minuta maksimumi të 2 faljet, domethënë është i mjaftueshëm. Edhe anë tjera janë domethënë që nuk ka kufizime të veshjes, siç janë to veshjet islame. Kuptohet, rekomandohet një veshje normale, jo egzageruar, domethënë me ato kufizime që janë. Ka edhe ky agjerimin, domethënë 30 ditë, dhe fillon me 19 prill dhe përfundon me 19 maj, që është festa, dita që fuqitë hyjnore kanë zbritur këtë libër të shenjtë. 19 maj është festa më e madhe e këtij besimi. Edhe disa rite tjera, por do shpjegohen në kalimin e kohës. Mesazh mjaftueshëm. Atëherë unë falenderoj që më ardhur kështu në fund të intervistës për kohën dhe informacionet, që ti e ke diçka që ti domethënë e ke praktikuar dhe ke lexuar këtë libër disa herë, kështu që do doja ta përfundonim me një mesazh të fundit nëse ke për të ndarë, dhe cili është titulli dhe njëherë i librit dhe autori, dhe sipas dijenisë tënde ku mund ta gjejnë njerëzit për ta, nëse duan që ta kenë në duart e tyre. Libri quhet Rilindja, edhe është i botuar në Prishtinë.
Nuk e di këto kohët e fundit, se unë para 2 vjetësh e kam marrë. Nuk e di si është situata, se me thënë drejtën nuk kam kontakt me këto kohët e fundit, po a gjinet a nuk gjinet, nuk e di, po në Prishtinë është botuar rreth 1000 kopje, edhe libri si që thash quhet Rilindja, ka arsyeja që është vendosur Rilindja për arsye se në shpirtin e këtij personi, Shai Pelshani quhet, ky është nga Drenasi i Kosovës, por jeton në Gjermani nga viti 1993, edhe Zoti dhe fuqitë hynore kanë zbritur shpirtin e shenjtë Jezu Krishti. Do me thënë është rilindur, do me thënë shpirti kuptohet në trup, në mendje dhe trupin e këtij është instaluar shpirti i shenjtë Jezu Krishtit, edhe kjo është bërë me qëllim që me qëllim që të shpëtohet njerëzimi nga këto rreziqe siç e tham më përpara. Edhe unë besoj që nëpërmjet adresës në Facebook Aronizmi, unë në këtë adresë kam gjetë të libër, mund të bëhet porosia dhe të sigurohet ky libër. Por unë ju siguroj dhe ju garantoj që nëse do të lexoni këtë libër shenjtë, unë për vete kam lexuar me qindra libra gjatë jetës time, kam qenë një lexues gjithë jetën, një lexues shumë i rregullt, por nuk më ka ndodhur kurrë që të lexoj të njëjtin libër 2 herë. Ndërsa me këtë libër ju siguroj që unë e kam kaluar më shumë se 30 herë që e kam lexuar. E filloj, e mbaroj, e filloj prapë, e mbaroj prapë. Domethënë e kam pothuajse ushqim të përditshëm shpirtëror. Faleminderit që i ndave këtë informacion me gjithë njerëz, sepse unë mendoj që secili bën detyrat e shtëpisë së tyre, studion gjëra të ndryshme dhe pastaj merr ato informacione që i vlejnë, dhe mbase kjo patjetër mund të ketë vlerëtur dikujt që po kërkon për një praktikë shpirtërore, mbase po gjendet në një sfidë në jetë, se zakonisht njerëzit kërkojnë shpëtim kur kalojnë diçka të rëndë ose në sfida në jetë. Dhe duan një kanal tjetër për të besuar dhe më fort, ose për të pasuruar jetën e tyre nga ana shpirtërore. Unë të falenderoj shumë për kohën dhe ju falenderoj dhe ju që ndiqni podcastin e Shkollës së Jetës. Mos harroni të lini një review, të bëni subscribe dhe të ndani me miq. Shumë faleminderit dhe do shihemi në episodin e radhës. Gjithë të mirat.